Ushtria jonë ka pasur veç automatik të llojit Heckler Koch dhe revolje, që do të thotë se ka qenë më pak e pajisur edhe se vetë policia e Kosovës. Ndërkaq tani është e pajisur me teknologji moderne dhe kjo sa vije shtohet. Përshëndetje për gjithë, jemi jashtëzakonisht të lumtur që jemi këtu me presidentin, me ministrin, me generalin dhe ministrin për një punë jashtëzakonisht. Adi Kurdi! 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 Me presidenten e Republikës Vjosa Osmanin, me kryetarin e kuvendit Dimal Bashën, me ministrin e mbrojtjes Ejup Maqedoncin dhe me komandantin e ushtrisë General Lejtnant Bashkim Jasharin, patëm nderin edhe kënaqësinë që t'i vizitojmë forcën e sigurisë Kosovës në prezantimin e armatimit dhe pajisjeve të tyre, që na bëjnë krenar dhe njëkohësisht të ndjehemi të sigurt si shtet, si institucione të Republikës, gjithnjë në shërbim të integritetit territorial, të drejtave të qytetarëve, të sovranitetit shtetëror dhe të paqes e të sigurisë për Republikën tonë demokratike anë kënd. Është ditë e lumtur e gëzuar për të gjithë neve, për shkak se me forcën e sigurisë Kosovës, me këtë ushtri të pajisur kaq mirë dhe gjithnjë e më shumë, brezat e ri do të jenë të sigurt të jetojnë në paqe, të zhvillohen dhe të lullëzojnë. Në njërën anë e kemi sakrificën e dëshmorëve të kombit, mbi të gjitha kryekomandantin Adem Jasharin dhe familjen Jashari, pastaj veteranët dhe invalidët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e në anën tjetër i kemi gjithë këta fëmijë që kanë ardhur të shohin ushtrinë e tyre dhe e cila u angros zemrat e njëkohësisht i bën edhe të ndjehen mirë për të ardhmen e tyre dhe për mbar qytetarët dhe familjet në Kosovë. Mbi 430 milion euro është investimi në armatim dhe në pajisje në këto 4 vitet e fundit. Më përpara, ushtria jonë ka pasur veç automatik të llojit Heckler Koch dhe revolje, që do të thotë se ka qenë më pak e pajisur edhe se vetë policia e Kosovës.
ndërkaq tani është e pajisur me teknologji moderne dhe kjo sa vije shtohet, me qenë se tashmë kemi më shumë se 2 fishim të xhizmeve në tokë të ushtarëve tanë, por gjithashtu të syve në qiell, për shkak se e kemi pajisur ushtrinë me drona Skydagger dhe TB2 Bayraktar nga Turqia, Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e do ta kemi së shpejti edhe fabrikën e municionit, si dhe të prodhimit të dronave made in Kosova. Në veçanti duhet theksuar edhe sistemin antitank Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj jemi në proces që të marrim edhe helikopter Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky është momenti që duhet t'i falenderojmë aleatët tonë, NATO-n, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na qëndrojnë pranë edhe në pajisje me armatim me municion, por edhe me trajnime të shumta që i përmendi edhe presidentja Vjosa. Janë 4 fishuar trajnimet jashtë vendit, është 3 fishuar buxheti për mbrojtje për siguri, dhe ky është një obligim që ja kemi mbrojtjes atdheut tonë, prandaj gëzuar të gjithëve dita e forcës 27 nëntori dhe një falënderim i veçantë për oficerët, nënoficerët, ushtarët e ushtarët tanë, të cilët edhe në ditë festave shërbejnë për sigurinë dhe mirëqenien e të gjithëve padallim. Përshëndetje për të gjithë, gëzuar dita e forcës, gëzuar dita e ushtrisë sonë. Sot është një ditë krenarie për gjithë popullin e Kosovës, është ditë krenarie sepse ushtria jonë e sotme është pasardhëse e denjë e krenare ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e djemve e vajzave të cilët vunë themelet e lirisë sonë, kurse sot këta djemë e vajza që i shihni na bëjnë krenar jo vetëm brenda vendit, por edhe kudo që ata shërbejnë në akademi, në përvende të ndryshme të botës ku studiojnë tek shtetet aleate, por po ashtu edhe në operacione për paqe e stabilitet në vendet të ndryshme të botës ku ata shërbejnë krah për krah me aleatët tonë. Ushtria jonë çdo ditë po forcohet, ushtria jonë çdo ditë po bëhet më operacionale, më ndërvepruese dhe më profesionale. Edhe natyrisht që në radhët e ushtrisë sonë çdo ditë po shtohen edhe djemë e vajza të tjerë të cilët dojnë të shërbejnë atdheut. Jemi jashtëzakonisht krenar me punën e tyre, ata janë garanca më e fuqishme së bashku me policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera të sigurisë për sovranitetin tonë, për integritetin tonë territorial, për mbrojtjen e shtetësisë sonë dhe për mbrojtjen e çdo qytetari të Republikës së Kosovës. E falenderoj komandantin për leadershipin, natyrisht edhe ministrin për punën e jashtëzakonshme, dhe së bashku do të ecim përpara për ta bërë ushtrinë tonë edhe më të fortë çdo ditë në mbrojtje të shtetit tonë, i cili është ndërtuar me shumë sakrificë. Urime dhe gjithëve edhe një herë dita e forcës. Përshëndetje për gjithë, jemi jashtëzakonisht lumtur që jemi këtu me presidentin, me ministrin, me generalin dhe ministrin për një punë të jashtëzakonshme që ka bërë ushtria jonë, që është një vazhdimsi e një historie të jashtëzakonshme e popullit tonë, e trashëgimi e drejtë për drejtë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Jemi jashtëzakonisht krenar që FSK-ja mbetet institucioni më i besueshëm në vend, dhe kjo për shkak të punës të shkëlqyeshme dhe përkushtimit të tyre për sigurinë e vendit tonë, dhe gjithashtu një përkushtim i ndërsjellë i shtetit të Kosovës që ka bërë në rekrutimin mbi 2000 ushtarëve, por edhe investime mbi 400 milion euro vetëm në pajisje. Jemi të nderuar që jemi këtu dhe uroj e shpresoj që kjo punë e mirë të vazhdoj për një ushtri paqëdashëse, por gjithashtu gjithë atyre që është një amanet i vazhdueshëm i atyre që ronë për vendin tonë. Prandaj gjithëve këtu urime dita e forcës dhe urime festat e nëntorit. Faleminderit. Këtu mbrapa i kemi llojin atomitit taktik Hanvi. Besoj se secili koleg ju ka folur për ato, unë ju flas për këtu. Secili lëvdon mallin e vet, të bëj më të mira deri tash e keni po. Amerikan. Këtu kemi 2 lloje të Hanvi, atomitin e blinduar dhe pa blinduar. Këto blindumët që përdorëm më shumë se për na pëlqejnë më shumë, se di asën e për çka.
Këto janë domethënë prej Shtetit Bashkuara të Amerikës. Shumica e automjeteve janë me 4 dyrë, i kanë 4 ushtarë që i nxojnë brenda plus një mitraljer nalt mbi to. Automjeti i pa blindum peshon dikon rreth 2400 kg, ndërsa i blindumi 3600, pesha reale me pajisje normal se rritet pesha pak më shumë. Automjeti është i gjatë 4.60 metra, ndërsa i gjerë 2.16 metra. Ka motor dizel 6.5. Zakonisht automjetet domethënë janë dizajnuar për me operu në terrene taktike, që shpeshini edhe këtu. Na në regjiment parë po flas me si unë në Shërbej aty, që 4 vjet shërbim na ka gja shumë me dal terren edhe me punu me to. Zakonisht në për terrenet vështira që edhe jem testuar trajnimin për hanvi kur e kem kry, edhe kështu në terrene në ushtrimet e përditshme që i kem, kanë dalë që kanë rezultu shumë të mira. Shpejtësinë maksimale në rrugë gjata arrin deri 120 km, 25 litra i harxojmë për 100 km shpenzimet. Këto armë që vishin nalt, domethënë që sistem që përdorëm na, montohen armë prej 5.6, domethënë mitralerat 5.56 mm, 7.62, 12.7 edhe që është atje i vendosën një granata Hells 40 mm. Nëse keni diçka pyetje ose diçka interesuar për to. Faleminderit shumë për prezantimin. I përmbojnë armatim matron që posedojnë kompania jonë, armën me kronometër kalibrit 40 mm, armën 12.7 mm edhe armën 7.62 mm. Një karakteristikë interesante si automjeti është që mundesh me operu pe brenda me armën më Kn19 dhe me armën 12.7 mm. Në rast çfarëdo rrezikos, çfarëdo prishet automjetit ose diçka që del jashtë funksioni, e kemi edhe armën 7.62 që është vendos nalt, që mundet pastaj qici që është mrena me dol edhe me gjuh me armën mekanike që është nalt. Kjo është domosdoshmë një pikë karakteristika kryesore e këtij automjeti, edhe në përgjithësi domosdoshmë për çfarë pjesën që jeni atë vendos këtu. Ka kapacitet për 9 pjesëtar, përdorën kryesisht për reagim ndaj krizave, operacione speciale, mbështetje taktike për patrullim. What do you think?